kjo vërtetohet, domethënë edhe unë gjithmonë them që Kosovën e vlerësojnë, nuk është që vlerësohet vetë personi, po Kosovën e personi është ai i cili e ofron ose e largon dikon nga pjesa e shtetit ose e federatës. Në këtë rast unë realisht me presidentin Trump jam përshëndet, edhe e kum falenderu për gjithçka që ka bërë Amerika dhe ai personalisht për shtetin tonë. Sigurisht që ishte një përshëndetje, një falenderim, edhe ai tha fjalët e vet, më vjen keq që s'ka incizim aty në fjalë se do të ishin shumë interesant fjalët e tyre. Fjalët e tij apo na zbulon këtë? Po nuk janë të incizuar dhe nuk i them diçka që s'është të incizuar se të na duhet vetëm me vërtetu. Secilën gjë se domethënë nuk du me fol diçka që nuk e mujë vërtetoj mos anë. Nuk është një fjalë, domethënë që ka fol për futbollin, ato janë kon çështje për Kosovën që ka fol. Nuk është që ka fol për futbollin, apo kupton. Për futbollin ka qenë vetëm një fjalë që Infantino ja ka shpjegu punën time dhe i tha, domethënë që e falenderoj këtë rast presidenti Infantino që tha fjalë miradije, tha është një kryetar i federatë dhe një lider i cili faktikisht punon me zemër dhe punon shumë për sa kohë që është ky. Kosova ka shku, domethënë siç e din ti fjalët e Infantinos që kanë thonë që i ka vërtetuar vet kur ka qenë në Kosovë, prandaj po i tham edhe ato. Edhe kështu ka qenë ai edhe